Tani me leximin e pyetjeve dhe përgjigjeve, sipas radhës, ju lutem. Zoti Metani. Pyetja e parë nga zoti Bozdo, është një grup pyetjesh. Bazuar në dispozitat e ligjit 96/2016 në 124/124/1, ILD ka drejt të fillojë hetimin disiplinor kryesisht kur informacione nga media apo burime të tjera është i besueshëm. Në ushtrim të së drejtës së tij për të filluar kryesisht procedimin disiplinor, ILD ka të drejtë kërkojë angazhojë solucion të dhëna në lidhje me pasurinë apo figurën e magjistratit. A është indicje e besueshme një vendim gjyqësor penal i autoritetit gjyqësor të huaj, i marrë në formën e kërkuar nga ligji me apostile për ILD-n për të filluar një procedim disiplinor ndaj një magjistrati në detyrë në gjykatën e posaçme? A është indicje e besueshme informacioni i prokurorisë përgjithshme se vendimi i dënimit penal të magjistratit Sirena Gjoka është autentik? Pse nuk është mjaftueshëm ky informacion për marrjen e dënave kryesisht nga ILD, administrimi i praktikës dokumentare nga prokuroria e përgjithshme, kërkimi informacion nga shërbim shtetëror informative apo institucione të tjera që kanë informacion? A është informacioni mjaftueshëm për të kërkuar informacion në lidhje me deklaratat apo formularet e plotësuar nga magjistratja Irena Gjoka për efekte të kalimit të emërimit të saj në gjykatën e posaçme apo gjatë procedurës së procesit të vlerësimit kalimtar, duke qenë se sipas ligjit 102 të ligjit 96/2016, çdo magjistrat ka detyrimin e deklarimit të shkaqeve për mbarimin e mandatit në kundër të kryen shkelje disiplinore, si dhe mos deklarimi i çdo vendimi dënimi për bën shkarkimin për gjyqtarët e gjykatave të posaçme. Fakti, përgjigja për pyetjen 1. Fakti që pretendohet në 3 pyetjet e mësipërme ka natyrë penale, siç u evidentuar nga prokurori i përgjithshëm. Ky fakt është hetim dhe vetëm përfundim të hetimit penal, ILD do vlerësojë mbi përgjegjësinë disiplinore administrative të magjistrates Gjoka. Ligji për statusin i cili disiplinon procedurën e hetimit disiplinor që kryhet nga ILD në nenin 126 të tij, i jep përparësi procesit penal në krahasim me procedurë disiplinore që mund zhvillohet për të njëjtat fakte. ILD në përfundim të procesit penal do vlerësoj nëse ka fakte të mjaftueshëm për filluar një procedurë disiplinore sipas parashikimeve ligjore. Pyetja 2. Bazuar në nenin, edhe për këtë është një grup pyetjesh, bazuar në nenin 102 të ligjit 96/2016, është parashikuar si shkelje disiplinore në ushtrim të detyrës, ndër të tjera mos respektimi i legjislacionit procedural, kur një fakt i tillë është konstatuar nga gjykatat më të larta. A është indicje e mjaftueshme për ILD-n për fillimin kryesisht të procedimit disiplinor konstatimi i zbatimit të gabuar të legjislacionit procedural penal nga IGD1? A ka shërbyer rasti gotçi kundër Shqipërisë për ILD-n për të verifikuar nëse ka shkelje disiplinore për magjistratët që saktuan apo miratuan masat e sigurimit përkatës? A është indicje e mjaftueshme për ILD-n për fillimin e procedimit disiplinor kryesisht konstatimi i IGD1 se gjykata e lartë ka një praktikë të gabuar në rrëzimin e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, se reforma ndërtësie nuk është shkak i mjaftueshëm për të përligjur vonesat në gjykim? A është indicje e mjaftueshme për ILD-n konstatimin nga gjykata kushtetuese se vendimi i gjykatës së lartë është i parsyetuar? A ka ILD një praktikë sa vendime duhet konstatohen në shkeljet kushtetutës për një magjistrat që ndaj tij të fillojë procedimin disiplinor? A është e mjaftueshëm për ILD-n për të filluar hetim disiplinor ndaj prokurorëve të prokurorisë posaçme dhe gjyqtarëve që kanë miratuar kërkesat e tyre, konstatimin nga gjykata kushtetuese se janë shkelur të drejtat kushtetuese të individëve në një rast dhe gazetar, me anë të kontrolleve të pajustifikuara, të parsyetuara, me interpretim jo në pajtim me kushtetutën dhe konventën evropiane, të dispozitave në lidhje me sekuestrimin e korrespondencës. Përgjigja. Cënimi vendimarrjes brenda shkallës të gjyqësorit është pjesë e kontrollit të vendimeve gjyqësore dhe ushtrim i hierarkisë së pushtetit gjyqësor. Ky kontroll gjyqësor realizohet në kuadër të rritjes së cilësisë së drejtësisë dhe nuk ka si qëllim vetvete përgjegjësinë disiplinore të magjistratëve. Ndryshimi apo prishja e vendimit gjyqësor nga gjykata më e lartë nuk mund të përbëjë a priori bazë mjaftueshme faktike për procedimin disiplinor të magjistratit, nëse nuk shoqërohet me elemente të tjera të cilat tregojnë se magjistrati ka vepruar në keqbesim, duke ceduar nga detyrimi në ushtrimin apo për ushtrimin me dinjitet të detyrës, në përputhje me ndërgjegjjen dhe interpretimin e fakteve në zbatim të normave të së drejtës. Nëpërmjet instrumenteve ligjore në dispozicion, ILD ka adresuar problematikën e të zgjatjes së proceseve gjyqësore te afateve të arsyeshme nëpërmjet rekomandimeve të natyrës rregullatore dhe administrative, që ka rezultuar nga aspekte tematike të kryera. Në rastet kur ka evidentuar shkelje disiplinore, në rastet e vonesave dhe zvarritjeve për gjykim apo procedim, ILD ka vendosur fillimin e hetimit disiplinor për 51 magjistrat dhe përfundim të tyre janë paraqitur kërkesat për procedim disiplinor për 17 magjistrat, 8 gjyqtarë dhe 9 prokuror. Masat e propozuar për këto shkelje janë shkarkim nga detyra për 2 gjyqtarë dhe 3 prokuror,
ulje përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më gjatë se një vit për 3 gjyqtarë dhe 5 prokuror, vërejtje publike për 3 gjyqtarë dhe 1 prokuror. Procedimi disiplinor nuk lidhet me numrin e vendimeve që mund të konsiderohen si shkelje të kushtetutës. ILD vendos hetimin disiplinor kur ekzistojnë faktet mjaftueshme që krijojnë standardin e dyshimit të arsyeshëm se shkelja disiplinore është kryer. Sa i takon cënimit të vendimarrjeve të gjykatës së lartë nga gjykata kushtetuese për mangësi në arsyetim, sqaroj se ky cënim është në kuadër të kontrollit kushtetues që gjykata kushtetuese realizon në funksion të respektit të parimit të procesit rregull ligjor. ILD nuk ka evidentuar asnjë rast ku vendimarrja e gjykatës kushtetuese lidhur me mungesën e arsyetimit të përbëjë shkak për fillimin e një hetimi disiplinor. Pavarësisht kësaj, monitorohet në mënyrë të vazhdueshme respektimi nga organet e pushtetit gjyqësor i standardeve të vendosura nga gjykata kushtetuese. Nga verifikimet e kryera nuk ka rezultuar që vendimarrjet e gjykatave të posaçme të jenë cënuar nga gjykata e lartë me arsyetimin se janë dhënë në kundërshtim të hapur dhe flagrant me ligjin, apo praktikat unifikuese të gjykatës së lartë, të tillë që të kenë sjell diskreditim të pozitës dhe figurës së magjistratit për të justifikuar fillimin e hetimit disiplinor. Pyetje 3, 4 dhe 5. A mjafton njoftimi publik se është arrestuar një avokat për shkak të ushtrimit të detyrës në sallën e gjyqit për të filluar procedim disiplinor kryesisht nga ILD për magjistratet e përfshirë? A është e mjaftueshme sjellja e magjistratit prokuror që vendos të nxjerrë jashtë sallës së gjykimit të palën kundërshtare, vendos të arrestojë dhe më tej arreston për të filluar procedimin disiplinor ndaj tij? A duhet kishte një reagim më reaktiv nga ILD për rastin? A është e mjaftueshme për të filluar hetim disiplinor ndaj magjistratës gjyqtare për njëhershmëri në gjykim, pasi ka lejuar që seancën ta drejtonte prokurori, ka penguar aktivisht të drejtën e mbrojtjes? A është parim kushtetues thelbësor gjykata e panshme? A janë shkelje të rënda procedurale, mos garantimi i panshmërisë dhe kufizimi së drejtës së mbrojtjes? A është në misioni i ILD-s verifikimi i zbatimit të dispozitave procedurale nga magjistratët? Përgjigje. ILD në përputhje me parashikimin ligjore, bazuar në informacionin për publik, ka filluar verifikimi kryesisht rastit dhe besoj jemi në përfundim, për cilën do bëhet një njoftim publik. Pyetje 6. A është kryer verifikim për ILD-s të asaj që është referuar nga prokurori i përgjithshëm në kuvend se prokurorët e rinj nuk e dinë pozitën e tyre procedurale, komunikojnë me ambasadet e huaja për çështjet hetimore dhe gjyqësore që kanë proces? A ka shkelje të sekretit hetimor kur prokurorët japin informacion për çështjet me përfaqësues të shteteve të huaja? Përgjigje. ILD për rastin konkret ka vendosur më herët fillimin e hetimit disiplinor me iniciativë dhe në përfundim të këtij hetimi ka konkluduar se veprimet dhe mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistratës kanë përbërë shkelje disiplinore të lehtë sipas në 102.1 shkronja G dhe J të ligjit 96/2016 dhe i ka propozuar Këshillit Lart Prokurorisë caktimin e masës disiplinore vërejtje publike, kërkesë që u rrëzuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Pyetja 7. A ka ndonjë raportim nga kryetarët e gjykatave në lidhje me respektimin e orarit zyrtar nga magjistratët? A mjafton njoftimet të media se megjithëse raportojnë ngarkesë në punë, magjistratët gjyqtar punojnë part-time 2 ditë në gjykatat ku janë emëruar dhe 3 ditë në Tiranë për të verifikuar disiplinën në punë nëpërmjet sistemeve të kamerave, të institucioneve përkatëse apo sistemit të menaxhimit të dosjeve? Siç e përmendëm në prezantimin e mësipër, marr shkas nga disa ankesa të cilat janë nështruar verifikimit, por edhe informacionit paraqitur nga vetë gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Problematikë sot është produktiviteti dhe efektiviteti i magjistratëve në planifikimin dhe zhvillimin e seancave gjyqësore, si dhe kryen e veprimet nevojshme procedurale për shmangjen e seancave jo produktive. Për adresimimin e kësaj situate, ILD ka filluar kryen një inspektim tematik në 9 gjykata të jurisdiksionit të përgjithshëm me objekt mbi planifikimin dhe zhvillimin e seancave për një periudhë 10 mujore. Pyetjet e deputetit Barsfaia. Duhet i keni ndjekur rastet e sulmeve të kryeministrit Edi Rama ndaj prokurorës së Shkodrës Elsa Gjeli, si dhe gjyqtarëve të gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë dhe apelit administrativ. Lidhur me këto sulme, a ka pasur nga ana e kryeministrit apo ministrit drejtësisë ankesa zyrtare të paraqitura para institucioneve tuaj? Nëse po, sa është numri i këtyre ankesave dhe cilët janë gjyqtarët konkret ndaj të cilëve është ankuar kryeministri apo ministri i drejtësisë? Në çfarë faze janë këto ankesa dhe a ka pasur vendimarrje lidhur me to? Nëse po, cilat kanë qenë vendimarrjet dhe a mund të na shpjegoni çfarë ka rezultuar nga verifikimet dhe apo hetimet tuaja? E thënë ndryshe, a ka rezultuar që sulmet e kryeministit kanë pasur ndonjë bazë ligjore apo kanë qenë vetëm sulme politike nga një palë gjyqëse? Në këtë linjë pyetjesh do doja të dija edhe lidhur me ankesat që ka pasur ish kryetari i Bashkisë Tiranë, tashmë në arrest me burg, ndaj prokurorit Orz Dato dhe gjyqtarëve Erion Bani e Ngert Plumbi.
Kujtoj këtu për publikun që veçanërisht ndaj këtij prokurori, por edhe dy gjyqtarëve ka pasur sulme të orkestruara publike dhe mediatike, qoftë nga i burgosur Rivelia, po edhe në media të caktuara që siç rezultojnë nga hetimet e SPAK, kanë qenë sulme të orkestruara. Në çfarë faze janë këto ankesa? Ka pasur vendimmarrje lidhur me to dhe cilat janë këto vendimmarrje? Edhe në këtë rast do doja të dija nëse ka rezultuar ndonjë shkelje konkrete apo dhe këto sulme kanë qenë të natyrës politike. Meqense jemi te sulmet e kryeministrit Edi Rama, në fakt ka pasur edhe sulme ndaj institucioneve tuaja dhe ju personalisht, si institucion që nuk u e përmbushni detyrën, që nuk adresoni ankesat dhe nuk kërkoni marrjen e masave ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që sipas tij kryen shkelje, sepse nuk marrin vendimmarrje të pëlqyeshme për kryeministrin. Përgjigje për pyetjen 1. Ministri i Drejtësisë është subjekti posaçëm parashikuar nga ligji për të paraqitur pranë ILD-s ankesa të cilat ILD i shërton në përputhje me kompetencat e tij kushtetuese dhe ligjore. Disa prej këtyre ankesave kanë përfunduar dhe Ministri i Drejtësisë është njoftuar për vendimmarrje të përkatëse dhe disa ankesa janë në proces vlerësimi në kuadër të kësaj të ushtrimit të këtyre kompetencave që ILD ka. Ndërkohë, bashkëpunimi institucional me Ministrinë e Drejtësisë ka qenë i vazhdueshëm edhe në paraqitjen e propozimeve për kryen e inspektimeve tematike. Në total, nga ankesat e paraqitur nga viti 2020 deri tani në ILD, nga Ministri i Drejtësisë janë paraqitur 29 ankesa dhe është filluar hetim disiplinor për 10 raste. Në lidhje me ankesat konkrete të referuar ndaj magjistratit specifik, dëshiruesi erojës e ILD kanë proces shqyrtimi këto ankesa referuar parashikimeve ligjore dhe në mbrojtje të parimeve të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së integritetit të magjistratit, nuk mund të ndaj detajet më tepër për këtë fazë. Por ILD me proaktivitet vlerëson çdo burim informacion publik dhe ankesë individuale. Pyetja 2. Si vlerësoni këto sulme? Si ndikojnë ato në punën e institucionit tuaj? A cënojnë pavarësinë e inspektorit lart drejtësisë? A ndjen inspektorit të ILD-s në presion, trysni apo kërcënim nga pushteti ekzekutiv apo kryeministri Rama? Nuk kemi parë asnjë reagim ndaj këtyre sulmeve dhe dua të kuptoj se cila ka qenë arsyeja që keni zgjedhur të heqni ndaj deklaratave të kryeministrit. Pra cili ka qenë shqetësimi apo droja juaj ndaj këtyre sulmeve që ju kanë atakuar drejt për drejt personalisht? Për të së vërtetës, unë kam mbajtur qendrim zoti Bardhi, zoti Spahia, për çdo deklaratë publike politike dhe jo vetëm ato të thëna nga kryeministri, po nga kushdo. Këtë e kam bërë në rastin konkret me deklaratë të drejt për drejt edhe nëpërmjet punësimeve. E fundit ishte 2 javë para të ndodhjes së fatkeqësisë në gjykatën e apelit, kur u humbi jetën magjistrati. Dhe kur mbajta qendrim, deklarova dhe dash këto mesazhe. E para, gjyqtarët nuk mund të kërkojnë pavarësi vetëm politike, por duhet të kërkojnë pavarësi nga çdo interes tjetër. E dyta, çdo kritik apo çdo fyerje që shkon për te kritikës normale të punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve është antikushtetuese. E treta, u kam kërkuar vetëpërmbajtje e gjyqtarëve dhe prokurorëve, sepse deontologjia apo niveli i deontologjisë politike që kanë politikanët nuk duhet të diktojë sjelljen e magjistratëve. Ata janë në detyrë për të ushtruar detyrën në përputhje me ligjit. Dhe fundit, kushtetuta dhe ligji i ka garantuar çdo gjyqtari dhe çdo prokurori të ndihet i lirë në ushtrimin e detyrës. Ajo që dua të theksoj në fakt me këtë është që natyrisht kur ka deklarata politike, si çdo njeri të gjithë kemi emocione, por mua nuk më lejohet të kem emocione në ushtrimin e detyrës. Unë do bëj detyrën time për çdo deklarim që mund të jetë politik, për të parë nëse në atë deklarim politik ka elemente që lidhen me punën e inspektorit lart drejtësisë. Pyetja e tretë. Muajt e fundit ka një debat madh për draftin e kodit të ri penal, të publikuar nga Ministria e Drejtësisë si produkt i punës së një grupi ekspertësh që askush nuk di të thonë si janë përzgjedhur dhe çfarë metodologjie pune kanë ndjekur. Drafti i cili akoma nuk ka ardhur në Kuvendin e Shqipërisë. Megjithatë, pyetja që kam për ju është nëse keni qenë apo jo pjesë e procesit konsultimit të këtij drafti dhe si profesionist i ligjit, por edhe për shkak të funksionit tuaj të rëndësishëm kushtetues. Do doja të di cili është mendimi juaj për draftin e kodit të ri penal. A ndani ju fjala bie shqetësimet e kryetarit të gjykatës së lartë dhe prokurorit përgjithshëm lidhur me teknikën legislative, numrin lart të neneve dhe kriminalizimin e shumë sjelljeve shoqërore? E bëj këtë pyetje sepse nëse ky draft vjen ndonjë ditë në kryesat e kuvendit, mendimi juaj mund ta ndihmojë në qëndrimin që duhet të mbajnë edhe deputetët lidhur me të. ILD nuk ka qenë e përfshirë në procesin e draftimit të kodit të ri penal. Jemi vënë ndjeni të këtij kodi në fillim të shtatorit dhe na është dërguar për mendim. Natyrisht ky është proces që kërkon kohë për shkak të volumit dhe vlerësimit skrupuloz të kujdesshëm që duhet bërë për këtë dokument dhe kur të kemi një përgjigje do e bëjmë dhe publike ndoshta ose sipas konferencave që mund të organizohen apo konsultave publike që mund të organizohen për këtë shkak.
pyetje nga zoti Joel Bylkbashi. Qytetarët ankohen për kohën e gjatë proceseve hetimore nga prokuroria, ashtu si edhe për kohëzgjatjen e proceseve gjyqësore. A ka pasur ndonjë inspektim nga ana e institucionit tuaj për kohëzgjatjen e proceseve hetimore dhe atyre gjyqësore? Nëse po, cilat kanë qenë gjetjet, konkluzionet dhe masat e rekomanduara nga këto inspektime? Nëse jo, a nuk vlerësoni se është brenda rolit tuaj që të adresoni shqetësim kaq të madh të qytetarëve shqiptarë që përballen me organet e drejtësisë për të kuptuar nëse zvarritja e hetimeve dhe proceseve gjyqësore vijnë si rezultati i mospërmbushjes në mënyrën e duhur të funksioneve të tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët të saktuar. Për të kuptuar këtë fenomen, besoj se do na ndihmoni edhe disa dënë nga ana juaj. Sa është numri i ankesave që keni marrë lidhur me zvarritjen e hetimeve dhe proceseve gjyqësore? Sa për këtyre ankesave janë duke u verifikuar? Sa për këtyre ankesave janë arkivuar? Sa për këtyre ankesave janë në hetim dhe sa për këtyre ankesave ka filluar procedimi disiplinor? Dhe në sa raste keni kërkuar marrjen e masave për prokuror apo gjyqtar nga Këshillat Përkatës, KLP apo KLG? Në sa prej rasteve që keni kërkuar marrjen e masave është pranuar kërkesa juaj? Unë të dhëna në fakt edhe i paraqita në fjalën hyrë, se po nëse zoti Bylkbashi do të përsërisë një herë. Nëse keni kthyer përgjigje, po, do të vijoni me të tjerat. Pyetja 2. Në fakt, u fol këtu për kohëzgjatjen e proceseve hetimore dhe atyre gjyqësore, të cilat sigurisht janë shqetësim i madh. Por në mënyrë përsëritur ne si deputet marrim ankesa edhe lidhur me kohën e gjatë të trajtimit të ankesave nga institucioni juaj, Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Sipas ankesave që kemi marrë ne, verifikimi, shqyrtimi dhe hetimi i një ankese deri në vendimarrje konkrete mund të marrë edhe vite. Tani për të kuptuar më mirë këtë shqetësim, qytetarët do doja të dija. Sa është kohëzgjatja e shqyrtimit të një ankese të paraqitur pranë institucionit tuaj? A vlerësoni se kjo kohëzgjatje është për te afatit arsyeshëm dhe duke qenë se një ankesë mund të marrë kohë gjatë për shqyrtimin e saj, a shndrohet kjo në një mekanizëm jo efektiv për shkak se siç dihet 5 vite pas konsumimit të shkeljes disiplinore, ajo parashkruhet dhe nuk mund të fillojë procedimi disiplinor. Pra kohëzgjatja a rrezikon që gjyqtarët dhe prokurorët të kryejnë shkelje disiplinore të mbeten të pandëshkuar, pasi shkeljet parashkruhen dhe ju gjendeni në pamundësinë ligjore për fillimin e procedimit disiplinor. Apo amnestohen prokurorët dhe gjyqtarët që shkelin ligjin për shkak të vonesave në shqyrtimin e ankesave ndaj tyre. Kur filloi punë Inspektori i Lartë Drejtësisë në janar të vitit 2020, siç e kanë përmendur në Komision Ligjeve, për gati një vit Inspektori i Lartë Drejtësisë ka punuar vetëm një inspektor. Që në fillim të detyrës, pranë Inspektorit i Lartë Drejtësisë u transferuan rreth 3000 ankesa apo diçka më pak nga institucionet e mëparshme. Dhe natyrisht nga të dhënat që kemi, nga ato ankesa, rreth 625 prej tyre erdhën të parashkruara. Me gjithë të backlog apo me këtë numër të madh ankesash që erdhën, edhe me numrin në rritje të ankesave që vinin pranë Inspektorit të Lartë Drejtësisë, Inspektori i Lartë Drejtësisë krijoi apo mori masa për të miratuar 3 urdhra me karakter të përgjithshëm për administrimin, kategorizimin, si dhe përcaktimin e mënyrës së trajtimit të ankesave në mënyrë që edhe backlogu të hiqej, po edhe të ishin në kohë për të përgjigjur qytetarëve, veçanërisht për çështjen që u ngritët, që çështjet mos parashkruheshin pranë Inspektorit të Lartë Drejtësisë. Trajtimi i ankesave sipas metodologjisë që është dhe publike, është në faqen e Inspektorit të Lartë Drejtësisë, trajtimi i tyre bëhet sipas një rendi përparësie bazuar në kriteret si data e dorëzimit, tipologjia ose urgjenca e trajtimit të ankesës, respektimit për arrimit barazitë dhe objektivitetit, si dhe koha nevojshme për shqyrtimin dhe vlerësimin e secilës praktik dokumentare. Numri i ankesave, siç u thash, në momentin që erdhën në ILD të parashkruara ishin 625. Në ILD janë parashkruar 99 ankesa, pra 1.3% e totalit të ankesave të trashëguara nga organet e mëparshme. Vlerë e papërfillshme nëse marrim në konsiderat se në këto vite është shënuar ngritja e institucionit nga fillimi, krijimi dhe vendosja e standardeve të punës, unifikimi dhe një trajtshmëria e procedurave dhe veçanti burimin dhe kufizuara njerëzore, sa i takon numrit të inspektorëve, ku edhe sot 5 vite pas ngritjes së tij, ILD funksionon me 50% kapacitetit të inspektorëve. Në çdo rast tregohet nga ILD kujdes i shtuar që pavarësisht mos ndjekjes së fakteve të trajtimit të ankesës, asnjë pretendim i ngritur në ankesa të mos kaloj afatin 5 vjeçar të parashkimit, duke adresuar nëpërmjet prioritizimit të shqyrtimit të ankesave, ku afati i shkeljes së pretenduar është parsor. Njëkohësisht,
për shkak të standardeve të vendosura, edhe nga hetimet, edhe nga vendimarrjet e këshillave, veprimtaria e magjistratit kur vendoset fillimin një hetimi disiplinor, vlerësohet në kompleks vonesat dhe ose zvarritja dhe përredhoi magjistrati nuk amnistohet edhe sikur të jetë parashkruar një ankesë individuale. Pyetja 3. Qytetarët, por dhe media dhe shoqëria civile vijojnë të ankohen për prokurorë dhe gjyqtarë që ushtrojnë detyrën e tyre në kushtet e konfliktit të interesit, të papajtueshmërisë me detyrë, në shkelje të rregullave të etikës dhe solemnitetit, në kushtet e ushtrimit të ndikimit të palishëm apo dhe korrupsionit. A ka pasur inspektimi nga ana juaj zyra prokuroria apo gjykata të caktuar lidhur me këto fenomene? Nëse po, cilat janë gjetjet, konkluzonet dhe masat e rekomanduara? Nëse jo, a nuk vlerësoni se është brenda rolit tuaj që të luftoni nëpërmjet mekanizmave ligjor që keni në dispozicion rastet e konfliktit të interesit, nepotizmit, papajtueshmërisë, shkeljeve të etikës dhe solemnitetit, ushtrimit të ndikimit të palishëm dhe korrupsionit në prokurori dhe në gjykata? Për të kuptuar akoma dhe më mirë ky fenomen, do doja të na thuhet sa është numri i ankesave që keni marrë lidhur me problematikat e mosipërme. Sa prej këtyre ankesave janë verifikim, sa është numri i ankesave të arkivuara, sa është numri i ankesave në hetim, sa është numri i ankesave për të cilat keni filluar procedim disiplinor, sa është numri i ankesave që keni kërkuar marrjen e masave disiplinore, cila kanë qenë vendimarrjet e Këshillit Lart Gjyqësor për gjyqtarët e proceduar dhe Këshillit Lart Prokurorisë për prokurorët e proceduar. Një problematikë adresuar në mënyrë vijuese, edhe nga ankesat, janë pretendimet për cënimin e parimit të pamshmërisë apo dhe konfliktit të interesit. Ligjvënësi ka adresuar nëpërmjet mekanizmave procedurale garancitë e nevojshme për të siguruar të drejtat e palëve për gjykim nga gjykata e pamshme nëpërmjet mundësisë së magjistratit për kërkuar heqjen dorë nga gjykimi apo dhe procedimi dhe të drejtën e palëve pjesëmarrëse për kërkuar përjashtimin e zëvendësimit me magjistratit. Respektimi i këtyre instituteve procedurale kontrollohet brenda shkallëve të sistemit gjyqësor, edhe nga gjykata e lartë nuk janë konstatuar cënime të parimit të pamshmërisë apo gjykimit në kushtet e konfliktit të interesit, të tilla që sjellin iniciimin e procedurave disiplinore, e cila duhet konsiderohet masa e fundit ndëshkuese për magjistratin. IRD ka adresuar standardin e zhvillimit të gjykimit të pamshëm edhe nëpërmjet inspektimeve tematike që përbëjnë detyrim ligjor, respektivisht inspektimi tematik mbi ndarjen e çështjeve me short në gjykata dhe caktimin e çështjeve në zyrat e prokurorisë. Nëpërmjet këtyre inspektimeve tematike, ILD ka synuar të monitorojë procedurën e përzgjedhjes së gjyqtarit apo prokurorit nëpërmjet shortit me qëllim që të ofrojnë garancitë e nevojshme të pamshmërisë dhe të parandaluohet abuzimi i mundshëm në lidhje me formimin e trupit gjykues nëpërmjet përdorimit të metodave selektive. Për shkeljen disiplinore të papajtueshmërisë ose të konfliktit të interesit sipas parashikimeve të ligjit në fuqi, nga ILD është vendosur fillimi i hetimit disiplinor për një magjistrat gjyqtar dhe 4 anëtarë të Këshillit të Lartë Prokurorisë. Është paraqitur kërkesë për procedim për një magjistrat gjyqtar për shkarkim nga detyra, i cili është pezulluar deri në përfundim për procedurës së rivlerësimit kalimtar me vendimarrjet përfundimtare të KPA-s, ndërsa për 4 anëtarë Këshilli është mbyllur hetimi disiplinor për pamjaftueshmëri të provave. Pyetja 4. Besoj jeni familjar me rastin e gjyqtarit së shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar zonjës Irena Gjoka, Maneku Shpata, e cila rezulton e dënuar në shtetin grek. Këtë dënim nuk e ka deklaruar as formularin e dekriminalizimit, ashtu si edhe në procesin e saj të vettingut. Lidhur me këtë gjyqtare ka pasur ankesë zyrtare nga Partia Demokratike. Në çfarë faze është kjo ankesë? A janë kryer verifikimet paraprak dhe cilat kanë qenë vendimarrjet deri në këtë fazë lidhur me këtë ankesë? Nëse janë kryer, çfarë ka rezultuar nga verifikimet tuaja? Nëse nuk janë kryer apo nëse ankesa është arkivuar, a nuk vlerësoni se gjyqtari dënuar me vendim të formës së prerë në një vend të Bashkimit Evropian, dënim të cilin nuk e ka deklaruar në organet kompetente, kryen shkelje të rëndë disiplinore për cilën duhet të mbajë përgjegjësi? Për të shmangur çdo përgjigje evasive, jam i qartë që kjo çështje trajtohet edhe nga sektori i dekriminalizimit pranë prokurorisë së përgjithshme, por do doja të kuptoja qëndrimin tuaj lidhur me rastin fjalë, apo dhe për te rastet nëse mendoni që gjyqtar apo prokurori dënuar me vendim të formës së prerë, vendim të cilin e fsheh nga institucionet shtetërore, duhet të vazhdojë të qëndrojë në detyrë dhe të japë drejtësi për qytetarët. Përgjigjja është e njëjtë si edhe për pyetjen e mëparshme, fakti që pretendohet ka natyrë penale. Dhe siç u evidentuar nga prokurori i përgjithshëm, ky fakt në shtettim dhe vetëm për fundim të hetimit penal, ILD mund të vlerësojë mbi përgjegjësinë disiplinore administrative të magjistratës. Pyetja e deputetit Kapri. Jo, faleminderit zoti Metani, zoti Kapri nuk ndodhet në sallë. Shumë faleminderit për pyetje.